janë të pastudiuara dhe mjerisht kjo UNAZ në vend se të liroj trafikun, efekti I saj pothuajse nuk ndjehet fare. Dhe që ka vazhduar ndërtimi I saj 15 vite. Ja një seri rrugësh të tjera, të cilat kanë mbetur 75 milion dollar ka qenë e planifikuar rruga Qukës Qafë Ploç. Gjerë tani kanë shkuar 250 milion dhe ajo nuk dihet kur mbaron. Ajo është rruga e vetme në Europë dhe në botë, në të cilën segmentet nuk takojnë njëra tjetër, jo një rast, por në dy pozicione. Në dy pozicione. Pra, ka një abuzim masiv. Po të marrin plakat e gurit të shtruara në sheshet e qyteteve. 2.3 miliard euro. Në asnjë lloj koste mbi tokë ato nuk mund të shkojnë më shumë se 300 milion. Aeroporti I Vlorës është aeroporti I gjobës madhe shqiptarëve. Ndërtohet një aeroport sipas Edi Rams, zëdhënësve të tij, më I madhi në Ballkan. A mund të imagjinoni, a mund të imagjinoni se ku I shtyn këta hajnia? Po se si mund të ketë Vlora aeroportin më të madh në Ballkan? Këtë di vetëm hajdutët e qeverisë.